Në qarkun e Shkodrës, shërbimet veterinare kanë vijuar monitorimin për sëmundjen e njohur si mortaja afrikane e ruminantëve të vegjël. Prej më shumë se 3 muajsh nuk është konstatuar asnjë rast i kësaj sëmundje në territor, ndërsa masat parandaluese mbeten ende në fuqi, ku fermerët nuk mund të tregtojnë të imta. Bllokimi i lëvizjes kafshë nga ferma në fermë, nga ferma në tregje ose nga ferma në kollot është masa më drastike, por që është treguar shumë efikas në rastin e mortajës randevizjer. Ne vazhdojmë të jemi ende të bllokuar, domethënë nuk funksionojnë tregjet kafshë të imta dhe lëvizja e tyre, domethënë janë masa që janë në fuqi, por situata e komplikoi fakti që në shtetet fëqinj, kryesisht në Greqi, u shfaq një sëmundje e ngjashme që është lija e dhënëve dhe dhive. Në 3 raste që rezultuan pozitiv janë zgjësuar rreth 700 krerë të imta përgjatë verës. Në 3 fermat janë eliminuar afërsisht 700 krerë të imta, me fjalë dela dhe dhi, dhe mbas elimimit të këtyre vatrave pozitive nuk ka pasur asnjë rast të dyshuar. Specialistët këshillojnë drejt fermerëve që të raportojnë menjëherë çdo dyshim për sëmundje dhe të bashkëpunojnë me strukturat përkatëse për zbatimin e rregullave të biosigurisë në ferma.